Vlora vijon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara edhe këtë sezon të vjeshtës, pushues vendas por dhe turistë huaj nga Belgjika, Polonia, Gjermania dhe vende të tjera të Europës kanë zgjedhur shtatorin për të kaluar pushimet e tyre në Bregdetin Vlonjat. Ata e konsiderojnë këtë periudhë si më të përshtatshëm për relaks dhe qetësi. Kënaqur me qëndrimin në Vlorë, pushuesit kanë zgjedhur të eksplorojnë sot ishullin e Sazanit dhe Karaburunin, duke u shfaqur entuziast për eksperiencat e reja dhe bukuritë natyrore që ofron Riviera Vlonjate. I'm from Poland. Yes, from Kozeni. Jemi nga Polonia në Vlorë, kemi 7 ditë. Më pëlqen çdo gjë këtu, më shumë më pëlqen ushqimi, është shumë i mirë. Kemi zgjedhur sot të shkojmë me anije sepse na pëlqen shumë të nutojmë dhe eksplorojmë. Pëlqen shumë Vlora e dashuroj detin. Është hera e parë që vi këtu, por jo e fundit. Kam ardhur nga Gjermania 2 ditë më parë. Nuk kam parë shumë nga Vlora deri tani, por çfarë më është dukur më ka pëlqyer mjaft. Na i sugjeruan udhëtimin me varg dhe ishte shumë ide e bukur. Me natyrën e mrekullueshme, plazhet e larmishme dhe atmosferën mikpritëse, Vlora po dëshmon edhe një herë se është një destinacion që nuk të lodh kurrë, duke të ftuar të rikthehesh përsëri.